Me zemrat e mia. Instagrami është dritarja që unë flas me audiencën time, me publikun tim, me fansat e mi, që shprehen siç jam shprehur gjithmonë. Hapur, pa doreza, e sinqert, siç jam shprehur gjithmonë. Dhe duhet patjetër të shprehesha sepse jam hasur kudo me këtë fjalin Oroz ku do fillosh, Oroz kur do fillosh, Oroz po presim. So, ishte koha që duhet të shprehja që më mban zemra. Faleminderit shumë për përkrahjen. Faleminderit shumë që koha kalon dhe ju vazhdoni të vërtetoni që jeni zemrat e mia. Jam kaq me fat që kam njerëz që më duan me dashuri kaq fanatike dhe më interesojnë kaq shumë. Janë disa mesazhe, disa e këtu që ishin ndryshe nga të tjerat dhe do doja t'i ndaja me ju. Ka marrë shumë mesazhe, ka marrë shumë replies. Disa do doja t'i ndaja që të kuptoni. Lal, më falni se toj sa po hipit e parvazi balkonit. But life goes on, baby. Ju dua shumë, okay? E dini ju. I love you so much, zemrat e mia. Edhe bashk do jemi patjetër në kontakt. Unë nuk është se rri dot pasive. Patjetër që do jem aktive në mënyra të tjera. Në kokën tonë digjitale ka plot platforma dhe mënyra për të qenë aktiv. Kështu që, keep it up with Rosalati, you and Dini, and you put forth. Thank you so much.